Atëherë, kanceri i gjirit zhvillohet në të gjitha ato raste kur qelizat normale të gjirit rriten jashtë kontrollit duke krijuar një gumb ose një kokër në gjie ose në sillafon. Kush janë faktorët predispozues për të zhvilluar kancer gjiri? Atëherë, e para është një ardhje menstruacioneve të vajzave para moshës 12 vjeç, fillimi i menopauzës pas moshës 55 vjeç. Kemi gjenetika, gjithkush që ka në rrethin e tij familjar persona me kancer gjiri, ka një predispozit më të lartë për të zhvilluar kancer i gjirit. Gjithashtu edhe meshkujt preken nga kanceri i gjirit. Ajo që ne na thekson rëndësinë e saj janë të dallojmë simptomat e kancerit të gjirit. Çdo grua në shtëpi duhet të njohë veten e vet trupin e saj. Kështu që para pasqyrës, një herë në muaj, pas përfundimit të ciklit menstrual 10 ditë, duhet të bëjë një vet kontroll të gjirit. Kështu me duart të vendosura në mes dhe të zhveshura nga mesi e lartë, neve shikojmë për simetrinë e gjimëve tanë. Shikojmë a i kemi simetrik. Pastaj me palpimin e 3 gishtave, me njërën dorë të vendosur mbas kokës, bëjmë kontrollin e gjirit në mënyrë rrethore. Pastaj kalojmë të njëjtën gjë edhe tek sjellla, sepse jo vetëm gjiri, por edhe sjellla është predispozuar sepse janë linfonodët për të prekur nga kanceri i gjirit. Pasi kemi bërë ekzaminim rrethor të gjirit, bëjmë edhe vertikal, të njëjtën procedurë vazhdojmë edhe me anën tjetër të gjirit tjetër, në mënyrë rrethore vetë kontrollin dhe të sjetulla. Pasi kemi parë që nuk kemi dalluar ndonjë gumb, ndonjë kokër, shumë mirë mund të shikojmë edhe mamelën, kokën e gjirit, se mos kemi ndonjë rrjedhje të qelpit ose gjaku, përveç nënave që janë duke ushqyer fëmijët me gjirë. Të gjitha këto, në qoftë se ne jemi në rregull, nuk ka problem, por në qoftë se ne vëmrejmë disa nga këto simptoma, ose lëkura e gjirit fillon të bëhet si portokall dhe me gropëzime, ose dallojmë një gumb në gjie ose në sjetull, gjithmonë duhet të drejtohemi te personeli mjekësor, te mjeka e lagjës, që të na bëjë ajo një kontroll vetë një klinik, duke na ekzaminuar vetë, dhe pastaj të orientojmë për të bërë një ekogjiri apo një mamografi, sepse të gjitha gratë mbi moshën 35 vjeç duhet të bëjnë të paktën një herë në vit një ekogjiri dhe mamografi për gratë mbi moshën 55 vjeç e lartë duhet ta bëjnë një mamografi një herë në vit. Dhe kush ka probleme, pastaj orientohet nga mjeku se sa herë duhet ta vazhdojë këtë procedurë diagnostikuese. Ju faleminderit. Pikërisht doktori Roz na kujton që të ndërpresim pak angazhimet tona të përditshme, të marrim 10 minuta kohë, të bëjmë një ekogjiri, të bëjmë mamografinë. Këto janë shërbime të cilat ofrohen pranë poliklinikës tonë.